Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani gjatë një interviste ka folur për raportin personal me moderatoren Grida Duma, me të cilën përflitet se është në një lidhje dashurie. Gjatë intervistës, ish deputeti demokrat nuk nguroi që të shprehet e krenarinë që ndjen që në krahët e tij ka një partnere si Grida Duma. Jam shumë krenar, është fat dhe është pjesë e krenarisë dhe bot kuptimit të asaj që unë jam. E kam mbajt siç e keni parë në aspektin personal përgjithsisht të kufizuar në diskutimet publike, por pa diskutim që mund të themi se është pjesë e rëndësishme, ajo pjesa më e rëndësishme e imja, tha Saliani, teksa mëtej u pyet edhe për martesën. Sipas demokratit, dashuria duhet jetuar në të gjitha format e saj dhe se një çift nuk i lidh thjesht martesa. Unë mendoj se si të vjen apo varet se ku të vjen. Besoj se njeriu duhet të jetë jo vetëm i lirë, por duhet të zgjedhë rrugën e vet. Nuk bën vetëm martesa që dy njerëz të jenë me njëri tjetrin, ndërsa në aspektin e bashkëjetesës nuk mendoj se bën ndonjë ndryshim. U shpreh mëtej ish deputeti demokrat duke na sjellë mëtej Ervinin që nuk e njinim deri më sot. Unë futem të njerëzit besimtar, besoj në Zot dhe besoj se dashuria ekziston dhe nuk është vetëm në libra, nuk e shoh si diçka kontratuale. Për mua është e rëndësishme kimia, ndjesia e të tjerë, shtoi ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.